Allahu azza wa jalla na bën nga pasuesit e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit Allahut, metodologjinë e të parëve tonë, metodologjinë e shokëve të pejgamberit Allahut, të cilët e praktikuan jetën e tyre në atë formë siç pejgamberi Allahut i mësoi pra çdo sen sunet që na ka mësuar pejgamberi Allahut të bënë. Mos u bën ti neglizhent, se ka se Allahu që i futët në tregon Kurani Kerim, thot felemma zagu azag Allahu qulubahum, kur ata i shtinën hile fes Allahut, Allahu ja lajthiti, ja devijoj zemrët. Këta se bebaj për shkak se nëse kena det. Dire gjatë namaz para akshamit, të na nuk i falmi, për shkak se kena det. A muhabetin e kena det. A nuk e dini shkreti se që do të dire gjatë janë madhërishme, nuk ka sahabi që ka qëndru në gjamin e pejgamberit Allahut dhe mes ezamit dhe ikametit dy sunet para akshamit nuk i kalon as një prej tyre. Bire duaja që pranohet masë shumë ti ashtë në sejtë në këti dreqate. Pse i len? Pa qka këse baba jam nuk i ka bon regula, i si ka bon se si ka dit. Toj sot piti, pindë janë, apet më shumë muhabet se sa vledhët të ndërshëm sunet. Po edhe nëse nuk falë bën dua, ka dho pejgamberi Allahut mes izanit dhe ikametit, ashe pranuar duaja. A nuk ke as një kërkes? A nuk ke as një lugje? As nuk ke do një ankes që pra qitë zotit tënë? Pse nuk e merë sunetin e pejgamberit tanë? Vëllezër të ndershëm, ju kam njoftu juve se 4 qatë sunet njeriu që i falë dhe ka i praktikon në da 500 deri 600 sunete. Ka dhe të se vape së bojnë këto. Para të flasë që në fëlerën e dire qatë, pas e të flasë direrën e dire qatë, që ka thë pejgamberi Allahu, dire qatë sunet sabahut është ma me vlerë se dunjoja, dhe që ka ta ka mundësi këto dire qatë bojnë shkak me që pëtu në akiret. Allahu në bojnë nga pasusit e pejgamberit Allahu.